Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në këtë ditë të sotme për të nisur ditën ton maraton, për të komentuar ngjarjet më të fundit, për të sjellur pranë jush lëvizjet më të fundit të personazheve publik. Sot do ta nisim ditën bukur, do ta nisim ditën me dashuri, do ta nisim ditën me energji të mirë, do ta nisim ditën me pozitivitet, do ta nisim ditën me hare. Dua të ndaloj tek një çift që realisht çdo ditë po na dhuron energji të mirë. Çdo ditë po na dhuron dashuri dhe çdo ditë po na bën më shumë për vete. Konkretisht, dua të flas për Mateon dhe për Brikenën. Mateo dhe Brikena, ndryshe nga çiftet e tjera, siç duket vërtet kanë vendosur që të shijojnë muaj mjalti, ëh? Nga që muaj mjalti nuk është 5 ditësh, 6 ditësh, 7 ditësh, por muaj mjalti është një muaj plot dhe pikërisht Mateo dhe Brikena në të gjithë këtë muaj të gushtit, që kur përfundoi procesi sportiv, Brikena dhe Mateo janë duke ndarë momente dhe janë duke shijuar çaste bashk. Fillimisht një herë ishin në Bodrum të Turqisë, atje ku në fakt u argëtuan pafund një rrugtim që e patën nga Global Travel, e cila u apagoi të gjithë atë komoditet dhe jetuan të gjithë momentin. Tashmë kanë përzgjedhur dyshja që të udhëtojnë drejt Ulqinit, një vend që përmban shumë emocion, një vend që përmban shumë melankolizëm, një vend që përmban shumë dashuri. Natën e mbrëmshme, se me thonë të drejtën, ditën e djeshme ishim pak në siklet, çifti nuk ka publikuar asnjë gjë, çifti nuk sjellën asnjë foto. Dëshira është shumë e madhe për të qenë brenda kësaj historie, dëshira është shumë e madhe për të qenë brenda këtij momenti dhe ne duam ta jetojmë në fakt këtë moment, këtë dashuri dhe duam që sa më shumë të kemi nga Mateo dhe nga Brikena, të kemi fotografi, të kemi historie të ndryshme, të kemi momente të bukura dhe realisht ishim duke pritur me shumë ankth se çfarë në të vërtet Brikena dhe Mateo do të postonin. Pa hezituar fare, Brikena dhe Mateo na bën pjesë të momentit të tyre. Në një darkë shumë modeste, në një hotel shumë modest, do me thënë me të gjithë njerëzit e tjerë, jo sikur personazhe publik, do me thënë të jenë të veçantë, të jenë anash, jo, shumë thjesht, shumë modest. Brikena dhe Mateo kalonin natën e mbrëmshme me shumë dashuri pranë njëri tjetrit në Ulqin, e veshur nën fustanin e bardhë, me flokët të drejtuara, shumë e bukur, gjithashtu dhe Mateo i veshur në të bardha, do me thënë çifti përpos që ndajnë momente bashkë, përpos që rinë pothuajse tërkohës bashkë, por përpos që janë gjatë gjithë kohës me njëri tjetrin, ndajnë edhe mendime se çfarë të veshin, çfarë të kombinojnë, si të duken sonte, si të duket momenti i tyre dhe sa romantik do t'jetë. Dhe kjo gjëja i bën edhe më mikimi të afërt me njëri tjetrin. Në tavolinën e tyre unë shoh tavolinë dashurie, do me thënë shoh një tavolinë që dhuron vetëm dashuri, dhuron vetëm humor, dhuron vetëm buzëqeshje. Tani nëse do të kisha bërë një retro, duke u bazuar në këto foto, ditët e para të Mateos në shtëpinë e Big Brotherit, edhe Mateo sot, do me thënë natyra e tij, karakteri i tij, njeriu i tij, shoh një Mateo vërtet të plotësuar, shoh një Mateo vërtet të lumtur dhe shoh një Mateo vërtet të mbushur shpirtërisht, që ka arritur të realizojë atë dëshirën, atë ëndrrën e madhe të tij që të ketë në krah partneren dhe njeriun e jetës që ai dëshiron dhe ai pretendonte që ta ketë. Mateo dhe Brikena duke që janë shumë mirë bashkë dhe nga informacionet që unë kam arritur të siguroj për çiftin, përpos kësaj që shikojmë, do me thënë kjo nuk është një thjesht një fotografi për Instagram, janë gjëra të ndjera, ma besoni. Nga informacionet që kam arritur të kuptoj që marrëdhënia e Mateos edhe Brikenës
Është një marrëdhënie shumë e bukur, është një marrëdhënie shumë pozitive, ka shumë dashuri, ka shumë emocion, ka shumë melankolizëm dhe çifti vërtet po jetojnë dhe po shijojnë momente shumë të bukura. Domethënë çifti po argëtohen edhe po kënaqen me njëri tjetrin. Dhe kjo në fakt i bën që të jenë të veçantë. Kjo i bën që të jenë të bekuar, të lumtur në marrëdhënien dhe në dashurinë e tyre. Matteo dhe Brikena kanë vendosur që të jenë larg çdo gjëje. Pa marrë parasysh që të tjerët bëjnë plane për të ardhmen, bëjnë plane se si do të, domethënë si do të organizojnë muajin shtator, muajin tetor. Matteo dhe Brikena nuk kanë këto plane aktualisht, patën një sukses të jashtëzakonshëm me procesin sportiv dhe tani po shijojnë momente të bukura në Ulqin. Çifti vazhdon aktualisht të ndodhet akoma në Ulqin, domethënë vazhdojnë muajin e pushimeve të tyre. Besoj që kjo gjë ka ndikuar jashtëzakonisht shumë në marrëdhënien e tyre, ka ndikuar në mendimet e tyre, sepse të qëndruarit vetëm, të qëndruarit mes njëri tjetrit, momente që ato të dy ndajnë bashkë, me patjetër që ndikon dhe në emocion, ndikon dhe në dashuri, ndikon dhe në pasion, ndikon në gjithçka që e rrit një marrëdhënie dhe e bën një marrëdhënie shumë të bukur. Marrëdhënia e tyre është marrëdhënie fantastike dhe vazhdon të jetë gjithmonë kështu, pa marrë parasysh domethënë se si rrjedhin gjërat. Matteo dhe Brigena kanë gjetur shumë kimi ndërmjet veti dhe kanë një raport shumë të mirë. Lëvizja e fundit e këtij çifti është pikërisht darka e natës së mbrëmshme. Domethënë, fillimisht një herë hëngrën darkën, e cila me patjetër shërbehet nga hoteli në të cilin janë vendosur Matteo dhe Brikena dhe më pas vazhduan që të pinë pak shisha, siç i thonë në këtë trendin e ri, duke e shijuar atë shijen e asaj nargileje dhe duke jetuar të gjithë këtë momentin. Unë uroj me zemër që gjëra gjithmonë t'ju shkojnë kështu, domethënë nga çifti Brikena dhe Matteo kemi gjithmonë gjëra të bukura, kemi gjëra pozitive, kemi energji të mirë dhe me patjetër që në një të ardhme të shpejtë do të na surprizojnë edhe me surpriza që ndoshta ne nuk i presim që do t'i marrim nga dyshja Matteo dhe Brikena. Vazhdoni të më ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV. Më dhuroni komentet e juaja, jepni mendimet tuaja rreth çifteve. Çfarë ju shikoni te këto çifte, diçka që ndoshta ne edhe si gazetar nuk e shohim dhe shpresoj që gjithmonë gjërat ju shkojnë në këtë nivel, shpresoj që gjithmonë gjërat të jenë të këtilla që vërtet Matteo dhe Brikena të na dhurojnë dashuri, të na dhurojnë respekt dhe të na dhurojnë atë që ne duam ta marrim. Domethënë Matteo dhe Brikena kanë një komunikim fantastik me publikun dhe me ato që në fakt i rrethojnë. Na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV, për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Në këtë minutazh dua të ndaloj tek Heidi Baci. Heidi Baci, një nga figurat më të komentuara, më të përfolura, tashmë edhe si moderatore përputhen, duket që gjërat në jetë po i shkojnë aq bukur, gjërat në jetë po i shkojnë aq mirë, saqë Heidi në shumicën e rasteve vendos që të na ndajë momente të bukura nga jeta dhe nga përditshmëria e saj. Heidi Baci na ka treguar në shumicën e gjërave që ka një marrëdhënie goxha të afërt me prindërit e saj, sidomos me nënën e saj. Unë gjithmonë kam thënë që gocat janë të babait, por në këtë rast Heidi është edhe e babit edhe e mamit. Nga të gjitha gojthënat që po përfliten për Heidin, nga të gjitha thashethemet që po fliten për Heidin, Heidi Baci ka vendosur që t'i dhuroj edhe një relaks dhe një energji para një maratone goxha të ngjeshur vetes së saj duke udhëtuar për Ibiza. Ndryshe nga fotografitë e tjera që në fakt jemi mësuar ta shohim Heidin duke pozuar nëpër ambiente fantastike, nëpër pishina luksoze, nëpër vila gjigande, që ka preferuar të kaloj pushimet këtë verë e vetme, sepse nuk kemi arritur që të kuptojmë nëse Heidi ka krijuar një lidhje dashurie, domethënë është jashtëzakonisht sekrete në këtë drejtim.
Heidi Baci ka përzgjedhur që së bashku me babin, mamin edhe vëllaun të kalojë disa momente të bukura në Ibiza. Fotografi që në fakt kanë marrë një vëmendje goxha të madhe, një vëmendje goxha të thelluar dhe janë komentuar jashtëzakonisht shumë nga ndjekësit. Heidi gjithmonë kur është pranë familjes duket shumë e lumtur. Ju e dini shumë bukur që Heidi kishte të preferuar që të jetonte në Itali pranë familjes, por siç duket, interesi i madh i Top Channel-it për ta patur Heidin pranë, e bëri Heidin që Heidi të largohet nga familja dhe të jetoj larg, por momentet më të bukura, pushimet verore, me patjetër që t'i kalon dhe me njerëzit e saj të dashur. Mua më pëlqen që nga personazhet publik në fakt marrim këto mesazhe, sepse ky është mesazhi më i bukur që ne mund ta marrim, mesazhi më pozitiv dhe kjo në fakt më jep atë ngjyrën e bukur të emocionit familjar, se nuk ka më bukur se sa të shohësh një familje të bashkuar pa marrë parasysh se sa i ndajnë rrugët e tyre të jetës. Heidi po përjeton momente të bukura dhe ndjehet vërtet e kënaqur në jetën e saj. Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin në Monitor TV për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dua tashmë të ndaloj tek një personazh që realisht na ka bërë për vete që në ditën e parë kur e kemi parë në Big Brother, e lëre më pastaj me historinë e bukur të dashurisë që ajo krijoi. Dua të flas për Kiara Titon. Kiara Tito është një nga personazhet që këto muaj në fakt është komentuar shumë. Zakonisht ka ca personazhe publike që çfarëdo dalje që të bëjnë në publik, çfarëdo lëvizje që të bëjnë, çfarëdo qëndrimesh që të kenë, ato komentohen, ato përfliten dhe ato në fakt sillen tek publiku shqiptar. Kiara Tito ka qenë një nga personazhet që është përfolur më së shumti. Njëherë u përfol për një shtatzani të mundshme, gjë e cila në fakt nuk ekziston, por nuk do të thotë që nuk do të ekzistojë. Luizi edhe Kiara janë në plane për të ndërtuar familjen e tyre, për të krijuar familjen e tyre edhe më të madhe dhe në fakt edhe në Big Brother gjatë bisedave që bënin, dëshira më e madhe e Luizit edhe Kiarës ishte që të kenë një familje shumë të madhe, një familje shumë të bukur, një familje pozitive, një familje që do t'i dhuronte vërtet një energji të mirë dhe do ta shijonin çastin mes njëri tjetrit. Do me thënë, ishte dëshira e madhe e Luizit edhe Kiarës për të ndërtuar gjën më të bukur. Fotografia që Kiara ka hedhur natën e mbrëmshme në Instagram ka tërhequr një vëmendje shumë të madhe. Do me thënë, publiku shqiptar është mësuar që Kiarën ta shikoj të veshur pak më sportive, ta shikoj të veshur pak me veshje më verore, ta shikoj të veshur me veshje pak më trendy dhe realisht kur Kiara ndryshon krejtësisht look dhe vishet elegante, vishet klas, merr një pamje krejtësisht ndryshe, atëherë do me thënë fotografitë e saj me njëherë marrin vëmendjen dhe komentohen shumë. Kam parë ca komente dhe më kanë shkruar shumë, Tiron si të duket Kiara. Unë mendoj që Kiara është duke e respektuar veten e saj dhe autoritetin të cilin e ka ndërtuar. Personazhet publik duhet të ruajnë autoritetin dhe Kiara me famën që ka bërë përpos që është duke ruajtur familjen me një, do me thënë, me një dashuri të madhe, sepse Kiara nuk merret me atë se çfarë flitet për Kiarën, por Kiara merret me familjen, merret me Luizin, merret me Lunën, merret me vjerën e saj, përpos që është duke treguar një kulturë të jashtëzakonshme se si mund të jesh një nënë e suksesshme dhe si mund të jesh një grua e suksesshme, nuk është duke treguar asgjë tjetër. Te kjo fotografi unë shikoj një kombinim të një nënës fantastike dhe të një gruas fantastike. Do me thënë, nëna dhe gruaja e suksesshme ka kohë t'i bëjë të gjitha.